Një nga propozimet tona është të zvogëlojmë administratën, të ulim kostot e shtetit, koston e administratës. Ne jemi këtu përballë RTS-s. RTS-ja i kushton shqiptarëve rreth 30 milionë euro në vit dhe ka 1000 të punësuar. E dini se sa të punësuar ka Plani për shembull? Ka vetëm 300 të punësuar. Imagjinoni, me lekët tona mbajnë një televizion i cili na kushton me 10 miliona euro për një rezultat qesharak në krahasim me çfarë bëjnë televizionet private. Ky televizion shumë mirë mund të punojë me 5 milionë euro dhe 5 milionë euro do ishin shumë. Dhe vetëm këtu ne mund të kursejmë 25 milion euro. Dhe kjo është ajo që ne duam të bëjmë. Duam të ulim koston e administratës. Duam që nga 8.2 miliardë euro që kushton shteti shqiptar çdo vit, të kursejmë të paktën 1 miliard euro. Dhe këtë 1 miliard euro ta kthejmë te xhepat e qytetarëve duke ulur taksat. Edhe për të treguar se si shpërdoren paratë e qytetarëve shqiptar. RTS-n praktikisht nuk e sheh më njëri, por kushton 30 milionë euro në vit. 30 milionë. Askush. Paratë hedhura poshtë. Ç'kemi mirë? Si e? Ta bëj një pyetje? Sa mendon ti se punojnë këtu tek RTS-ja? Nuk e di, se kam ide. Ti shkon në një RTS? Jo, Kur e ke parë në fundit? mbi 2 vite. Kesh ta dish që me taksat tona tek RTS-ja ne harxojmë 30 milionë euro në vit. Për një gjë që nuk sheh askush. Audienca e RTS-s është qesharake. Ne harxojmë çdo vit 30 milionë euro. Ne do t'i heqim qytetarëve shqiptar shtetin nga kurrizi.